Asnjë nga këto nuk i përjetoi vetë, por për to tash mund të kuptojnë në këtë raport të OSBE-s. Në të janë paraqitur 10 krime të luftës, duke ofruar një pasqyrë të sfidave dhe përparim në trajtimin e tyre. Ky raport reflekton 7 vite të monitorimit sistematik të gjykimeve të luftës në Kosovë. Paraqet gjetjet në 48 raste të krimeve të luftës të gjykuara para Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Rastet që kanë përfshirë 138 persona të akuzuar dhe gjithashtu 394 seanca. Në paraqitjen e këtij dokumente, prezent ishin edhe përfaqësues nga institucionet vendore. Në këtë drejtim, brenda kompetencave tona, krahas sfidave të shumta, ne tashmë kemi arritur të shënojmë rezultate konkrete të cilat natyrisht që ndërlidhen me fushën e krimeve të luftës. Megjithatë, jo të gjithë ndajnë të njëjtin vlerësim për ecurinë e trajtimit. Kryetari i Gjykatës Supreme, Feyzullah Rexhepi, tha se ende nuk është bërë mjaftueshëm për t'i sjellë para drejtësisë kryerësit e krimeve të luftës. Unë me përgjithësi e them se në këtë rast nuk është bërë ajo që është dashur të bëhet. Sot kemi mijëra dëshmitarë që kanë ndruar jetë pa dhënë dëshmitë e tyre. Në anën tjetër, ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit Agron Çalaj theksoi se rastet me të cilët ata përballen po merren me seriozitet. Puna në këtë fushë është intensifikuar, kapacitetet janë zhvilluar gradualisht dhe vëmendja institucionale ndaj kësaj kategorie të rasteve është rritur. Vetëm pak ditë më parë, Gjykata Themelore në Prishtinë e dënoi me 12 vjet burgim Ekrem Bajrovicin në rigjykim për krime lufte kundër popullsisë civile.